ne po presim që të konstituohet së pari Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ju e dini që qeverinë mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, dhe në anën tjetër nuk mendoj që mundet opozita ta bëjë qeverinë si e vetme. Prandaj duke qenë kështu, o e bëjmë qeverinë ne, o shkojmë zgjedhje. Dhe ne jemi të interesuar që ta bëjmë qeverinë, dhe unë jam e bindur që qeveria do të bëhet, por natyrisht që së pari ka një rend të gjërave këtu, pra së pari konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, e pastaj janë afatet që përcaktohen me kushtetut për zgjedhjen e qeverisë së re. Vendosje përmes kryetarit apo kryeministrit Kurti është në fazën e konsultimeve me subjekte të ndryshme në Republikën e Kosovës me qëllim të konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe votimit të qeverisë së re. Dhe në këtë drejtim të gjitha veprimet tona kanë qenë publike, kanë qenë transparente, asnjë prej këtyre nuk I kemi mbajtur fshehur, larg syve të opinionit publik apo larg mediave. Prandaj deri në seancën konstituive janë edhe 7 ditë, pra deri më 15 prill, natyrisht që nuk e përjashtoj mundësinë që brenda këtyre 7 ditëve do të ketë veprime tjera, do të ketë përpjekje tjera për takime. Prandaj në këtë rast kryeministri Kurti, kryetari Kurti ka ftuar për takim lidhjen demokratike të Kosovës për nesër apo për pasnesër, me sa kam parë letrën, janë 2 ditë në disa orare që janë propozuar. Pra qëllimi është konstituimi I Kuvendit duke pasur parasysh që nuk konsiderohet që Kuvendi është konstituuar pa u zgjedhur kryetari dhe të gjithë nënkryetaret e Kuvendit të Republikës Kosovës. Ajo çka dihet tani për tani është emri I kryeministrit. Nuk dihen emrat e personave tjerë të cilët do të mbajnë pozicione tjera, qoftë në qeveri, qoftë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ajo çka dihet është që kryeministri I ardhshëm do të jetë Albin Kurti dhe qeveria e Republikës së Kosovës shumë shpejt do të votohet. Së pari ne nuk diskutuam këtu për aspekte tjera përveç se ato që I përmenda para juve. Ajo çka besoj është e rëndësishme për gjithë, për Kosovën, për qytetarët e Republikës së Kosovës, për ne, natyrisht si subjekte politike, është që Kuvendi I Republikës së Kosovës ta zgjedh kryetarin apo kryetaren, sepse po them edhe një herë që ende nuk kemi emra të përvetshëm, dhe në anën tjetër nënkryetarët e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra është e rëndësishme që kjo të bëhet. Prandaj edhe qëllimi këtyre takimeve është pikërisht që të konstituohet Kuvendi I Republikës së Kosovës, që të mos ketë vonesa në këtë drejtim, edhe besojmë që secili prej subjekteve politike në Republikën e Kosovës do t'i marrë përgjegjësitë që I takon. Ajo çka është e rëndësishme të theksohet është që me kushtetutën e Republikës së Kosovës, kryetari I Kuvendit propozohet nga grupi më I madh parlamentar. Arsyeja se pse po e përmend këtë është që gjatë këtyre ditëve po ka shumë diskutime, në respekt të gjitha diskutimeve, por kushtetuta e përcakton qartë që kryetari I Kuvendit propozohet nga grupi më I madh parlamentar që del nga zgjedhjet, dhe në këtë drejtim grupi më I madh parlamentar është Lëvizja Vetëvendosje, që ka pasur mbështetjen më të madhe në zgjedhjet e nëntëshkurtit, që ka mbështetjen më të madhe nga qytetarët e Republikës së Kosovës dhe I ka 48 deputet. Nganjëherë po bëhen pyetje të cilat ende nuk ja u dim përgjigjen, por ju lutem që të prisni deri të martën, pra më 15 prill, kur do të mbahet kjo seancë konstituive. Nëse jo deri të martën, unë nuk e di se kur tjetër, por e martja është seanca kur shumë prej aspekteve të cilat ne po I trajtojmë sot këtu do ta marrin përgjigjen. Faleminderit shumë, mirupafshim.